الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, paqja qoftë mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjen e tij fisnike, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë të drejtë fisnike. Do të flasim mbi një hadith Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili na transmetohet nga Temim ad-Dari. Në këtë rivajet është një temë pra që trajtohet që feja është këshill. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ad-dinu an-nasiha. Kulna liman ya Rasulullah, lillah wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa ammatihim. Ka thënë pra Muhamedi alayhi salatu wassalam, feja është këshill. I thanë të pranishmit, ja Rasulullah, për koko ka këshill? Tha, për Allahun, në një pra, për Allahun, në dy, o li Rasulihi, për të dërguarin, o li immetil muslimin, për prisat e muslimanve, o ammatihim. Pse këshill për Allahun? Me njoftë Allahun, me zbatu mësimet që na vinë përmes Kuranit, fjalës Allahut. Për shembull Allahu na thot, aqimus salat wa ita'uz zakat, falni namazin, jepni zakatin. Pra, këto këshilla janë për njerëzit, për gjithë njerëzimin. Ja yuhan nasu ubudu rabbakum, pra gjithë njerëzit i drejtohet Allahun Kur'an dhe thotë o njerëz adhuroni Zotin e juaj. Pastaj voli rasulihi, për dërgumin, i dërguri i cili erdhi me këshillat e tij që nuk fliste pra nga vetja e tij, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pra Muhamedi nuk fliste nga vetja e tij. Ai na këshilloi që të respektojmë pra prindit, të respektojmë njerëzit që i njohim dhe nuk i njohim. Të jemi të dashur, ta dom vendin tonë, dheun tonë, ta dom kombin, ta dom familjen, nanën, babën, vëllezërit, motrat, njerëzit që na rrethojnë, shoqërinë. Të jemi të drejtë. Pastaj, wal a'immatil muslimin, pra edhe për prisat e muslimanëve, prisat muslimanë të mos jenë arrogantë, të mos jenë bukshkelsa, të jenë njerëz drejtë, jenë njerëz të mirë, punojnë me drejtësi, sepse ka thënë Omeri, drejtësia është themeli i një shteti.